Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi sot sërish së bashku për të sjellur pranë jush para një sondazh. Përpara se unë ta bëj publik sondazhin, dua pak të komentoj ditën e djeshme ku Egli Tako dhe Laert Vasili patën fatin të tregojnë arsyet e tyre pse duhet që ato të jenë finalist. Laerti tha që unë kam treguar një shembull të mirë, të një djalit të edukuar, të një personazhi të shquar, të një njeriu që ka kontribuar gjithmonë në art, e njëjta gjë pothuajse ishte edhe nga ana e Eglit, edhe pse disa nga banorët ishin pro Laertit dhe disa nga banorët ishin pro Eglit. Një matematike Rozana Radit që në një përballje mes Laert Vasilit dhe Eglit Takos për të përzgjedhur finalistin e dytë, mendoi që Laert Vasili do të kalonte më lehtë, por sipas sondazhit të sinqert, më duhet ta them, që ne kemi hapur në kanalin Monitor TV, rezultatet janë këto që tashmë ju do t'i ndiqni. Pas një sondazhi të hapur në kanalin zyrtar Monitor TV, ku publikut shqiptar u dha mundësia të votojnë mes aktorit të njohur Laert Vasili dhe artistes së re Egli Tako, rezultati ka qenë befasues dhe mjaft i ngushtë. Nga mbi 23.000 votues, 51% të votave kanë shkuar për Egli Takon për të qenë sonte finalistja e dytë, ndërsa Laert Vasili ka marrë 41% të votave. Diferenca ndonse jo e madhe tregon qartë se publiku e ka bërë të ditur zgjedhjen e vet. Egli Tako është favoritja për të qenë finalistja e dytë e Big Brother VIP Albania. Ky rezultat ka sjellë entuziazëm të madh në rrjetet sociale, ku fansat e Eglit kanë shpërndar mesazhe për krahje dhe krenarie për rrugtimin e saj brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Me një qëndrim të qetë, por gjithmonë të sinqert, Egli ka fituar simpatinë e shumë shqiptarëve duke u shfaqur e ndershme, lojtare e drejtë dhe me një karakter që për shumë kënd përfaqëson vajzën shqiptare me shumë vlera. Por ndërsa publiku duket se ka folur, tensioni brenda shtëpisë është rritur. Partneri i Eglit, në këtë rast Gjesti, i cili gjithmonë ka shprehur hapur dyshimet e tij për transparencën e produksionit, është shfaqur i shqetësuar dhe ka dhënë një deklaratë që ka tronditur jo pak ndjekësit. Nëse të martën Egli nuk shpallet finalistja e dytë, unë do ta lë shtëpinë. Kjo fjalë ka ngritur pikpyetje të shumta. A është kjo një deklaratë emocionale e momentit, një shaka mes tensionit që rritet në prag të finales, apo një kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj produksionit? Ndjekësit janë të ndarë. Disa e shohin si një reagim të natyrshëm të një partneri të përkushtuar që ka parë të dashurën e tij të luftonte me dinjitet për çdo ditë brenda lojës. Të tjerë megjithatë e konsiderojnë këtë si një person të papërshtatshëm, si një presion të papërshtatshëm që mund të hedhë hije mbi vendimet e mbrëmjes finale. Produksioni Big Brother VIP Albania, i cili shpesh ka qenë nën vëzhgim për mënyrën se si menaxhon votimet dhe ndërhyrjet brenda lojës, ende nuk ka reaguar publikisht ndaj deklaratës së Gjestit. Megjithatë, nga informacione të brendshme, mësohet se nuk ka patur ndërhyrje në rezultatin e sondazhit të publikut dhe se gjithçka do të vendoset sonte drejt për drejt përpara syve dhe përballë shqiptarëve. A do të marrë produksioni besnikërinë ndaj votës së publikut? A do të shpallet Egli Tako finalistja e dytë, siç e tregon sondazhi jon, mbi 23.000 vota dhe të gjithë sondazhet e tjera? A do të kemi një surprizë të papritur dhe një tension të ri që do të kulmojë me një largim të mundshëm të Gjestit nga loja? Të gjitha këto pyetje do të marrin përgjigje sonte në një mbrëmje që premton emocion, të papritura dhe ndoshta edhe përballje të drejtpërdrejta me vendime që mund të ndryshojnë rrjedhën e lojës. Një gjë është e sigurt, publiku ka folur dhe atë dëgjohet zëri i tij, kjo mbetet për tu parë. Jemi të gjithë sonte konfuz në fakt në mendime, ju e shikoni edhe vetë në për të gjithë sondazhet, votat janë shumë të afërta në fakt me përqindje mes Laertit edhe mes Eglit. Ne presim që produksioni të vendosë në ashtu si që vendosi në rastin e Rozanës, të paktën në përzgjedhjen e finalistes së parë mes Rozanës edhe Gertës, për mendimin tim,
Produksioni ka qenë transparent në votat në të cilat u votuan. Ju të gjithë e dinit që Rozana Radi është banorja më e votuar brenda këtij formati për të qenë finalistja e dytë. Dhe për këtë gjë shpresoj që produksioni për të qenë finalistja e parë, më falni, dhe shpresoj që edhe këtë herë produksioni të vendos ashtu siç duhet vendosur, që mos të shkojë në dëm asnjë votë çdo shqiptari i cili ka votuar, qoftë edhe me qindarkën e tij të fundit për të preferuarën apo për të preferuarin e tij. Edhe pse ky sondazh nuk është një sondazh që shkon shumë lart në vota pranë njëri tjetrit, por unë shpresoj që sonte të fitoj më i miri në këtë përballje, në këtë dyshe mes Laherit Vasilit edhe Egli Tako. Dua të marr mendimin tuaj, kush mendoni ju se do të jetë finalisti i dytë apo finalistja e dytë në këtë përballje të hapur, edhe pse sondazhet e tregojnë bukur qartë që do të jetë Egli Tako.